se njëri për i tyre ka postuar në Facebook apo në Instagram një flamur shqiptar me portretet e Ismail Qemalit dhe Isa Boletinit. Dhe sipas organeve të Beogradit ka thënë dhe fjalë të papërshtatshme për Serbinë. Ky akt i shëmtuar e barazon Aleksandar Vučićin me Kim Jong-unin, me ajatullat apo habitullat e Afganistanit dhe ajatullat e Teheranit, dhe tregon një racizëm të papërmbajtur dhe urrëtie ndaj shqiptarëve. Dënoj me forcën më të madhe këtë akt të shëmtuar, të pashembullt, dhe kërkoj lirimin e menjëhershëm të trive shqiptar. Sikundër, i bëj thirrje komunitetit ndërkombëtar të dënoj me forcë këtë akt që të i kalon të gjitha limitet që mund të ndodhë dhe njëherë vetëm në diktaturat më të zeza. Dënoj gjithashtu heshtjen e argatit të Vučićit në Tiranë, kreu të organizacës kriminale Edi Rams, ndaj aktit të padronit ti. 4 tifozëve s'kan kryer asnjë akt përveç se kanë postuar në rrjetin e tyre social status me flamur dhe kanë thënë mendimet e tyre për Serbinë, të cilat sipas Vučićit që kanë ndaluar në territorin e Republikës së Serbisë, të thuash një fjalë të keqe për Serbinë, po kjo është unike në botë. Kjo është unike në botë, kjo është turp. Ndaj kërkoj dhe njëherë lirimin urgjent. Përndryshe opozita do të ndërmarrë hapat e veta të protestave të fuqishme para përfaqësisë së Beogradit në Tiranë.